Me 81 vota për dhe 19 kundër, deputetët në Kuvend votuan ligjin për kundërvajtje, me që rast dha ndritje jeshile që sistemi Safe City të hyjë në fuqi nga një shkurti. Mbështetje ligjit i dhanë deputetët e shumicës parlamentare, deputetët e Partisë së Majta, në mesin e tyre edhe deputeti i Partisë Turke Bejxhan Ilias dhe deputeti i pavarur Ilir Demiri. Kundër votuan deputetët e Frontit Evropian, deputetët e LSDM-s, deputetët e ASH-s së Zjadin Selës dhe deputetët e ASH-s së Arben Taravarit. Koordinatoria e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Ajdari, njoftoi se deputetët e këtij fronti nuk do ta mbështesin ligjin për kundërvajtje për shkak të mangësive në implementim dhe mungesës së garancive. Raportet për shkelje nuk vinë në gjuhën shqipe dhe kam frikë se ka ende shumë punë për harmonizimin e shenjave të komunikacionit me raportin për shkelje apo kundërvajtje. Me fjalë të tjera, që një vit e gjysmë marrim premtime, por e shohim se asgjë nga këto premtime realisht nuk realizohen. Është e vërtet që kemi pasur bisedime, por edhe njëherë po e ritheksoj që ne votojmë sipas bindjes dhe qëndrimeve të qytetarëve. Dhe realisht nuk kemi besim se do të bëhen ndryshimet në të ardhmen. Bile më lejoni të potencoj edhe një gjë tjetër. Habitem se si koalicioni Vlen, që është pjesë e qeverisë, ka ndetur gjatë gjithë kohës kaq heshtur dhe nuk e kemi parë, nuk e kemi dëgjuar as të thot qëndrimin e qytetarëve si deputet, ta thonë qëndrimin e qytetarëve dhe shqetësimet që na kanë arritur në adresën tonë në lidhje me mungesën e përdorimit të gjuhës shqipe. Edhe deputeti i LSDM-s Oliver Spasovski u shpreh kundër mbështetjes së këtij ligji, pasi sipas tij, ligji ka shumë hapësira për keqpërdorime. Ne do të votojmë kundër, sepse gabimisht paraqitet në opinion se është ligj për Safe City. Nuk është për Safe City, por është për dënimet që do t'i nxjisë Safe City. Në lidhje me këtë çështje dua të them se dy gjëra janë kryesore, për të cilat kemi dëshmuar në opinion. Gjithçka do të merret si e dhënë nga kamerat e sigurisë, është e paqartë në opinion se si do të ruhen dhe si do të mund të keqpërdoren, theksoi Oliver Spasovski, LSDM. Edhe për deputeten Ilire Dauti, ligji nuk është i drejtë për të gjithë dhe është në kundërshtim me nenin 9 të Kushtetutës. Keni një përgjegjësi shumë të madhe para vetes, sepse sot rrezikoni nëpërmjet votimit të ligjeve të cilat përfshin vetëm 3 qytete dhe jo gjithë territorin e vendit, në mënyrë të drejtë për drejtë të bëheni krah i qeverisë në shkeljen e Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut, për sa i përket sidomos nenit 9 të Kushtetutës. Askush nuk është kundër sigurisë së qytetarëve, duke filluar që nga siguria në komunikacion dhe çdo lloj tjetër sigurie. Por jemi absolutisht kundër që të bëhet ndarje pikërisht në këtë segment të ndjeshëm, siç është siguria, duke lënë në këtë rast të pasigurt edhe qytetarët. Nga Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit vlerësuan se zbatimi aktual i këtij projekti ngresh shqetësime serioze juridike, sociale dhe kushtetuese. Ne edhe publikisht kemi shprehë qëndrimin tonë se jemi për sigurinë e qytetarëve, por nuk jemi që ky ligj të kalon në këtë format, sepse ky ligj nuk është gjithë përfshirës, ky ligj nuk është në sinkronizim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjithsesi me nenin 9 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të cilin domethënë ky ligj planifikon të aplikohet apo të funksionon vetëm në 3 qytetet, që është Kumanova, Shkupi dhe Tetova. Me këtë ligj ne i diskriminojmë qytetarët. Ligji për kundërvajtje, i cili do të hyjë në fuqi nga një shkurti, parashikon forcimin e sigurisë në komunikacion përmes vendosjes së një procedure të posaçme për kundërvajtjet e konstatuara me ndihmën e mjeteve teknike dhe pajisjeve për regjistrim. Sanksionimi i shpejtë dhe efikas i shkelësve, si dhe shqiptimi i masave ndëshkuese, pritet të ndikojë në parandalimin e përgjithshëm në fushën e sigurisë në komunikacion.
Në fazën e parë, sistemi do të regjistrojë kundërvajtje si tejkalimi i shpejtësisë së lejuar, kalim në dritë të kuqe, skadimi vlefshmërisë së lejes së qarkullimit dhe parkimi pa rregullt. Në fazën e dytë parashihet zgjerimi i spektrit të kundërvajtjeve. Për momentin, kamerat e Safe City janë në funksion vetëm në Shkup, Tetov, Kumanov dhe korridorin 8, ndërkaq brenda vitit pritet që të përfshihen në të gjithë territorin e vendit.